Unë prisja nga Elisa Spiropali që të thoshte gjërat për cilat është zgjedhur. Dhe prisja nga Elisa Spiropali që të thoshte cilët kryetarë Partisë Socialiste duhen shkarkuar sot. Situata politike në Shqipëri është tensionuar pas përplasjes mes Elisa Spiropali dhe lidershipit të Partisë Socialiste. Konflikti nisi kur Spiropali nuk mbështeti mbrojtjen e imunitetit për Belinda Ballukun dhe mungoi në votimin parlamentar, duke u distancuar nga qëndrimi zyrtar i partisë. Më pas, ajo publikoi kritika ndaj mënyrës së qeverisjes, duke sugjeruar se partia po humbte frymën demokratike dhe po kthehej në një strukturë të mbyllur ku nuk tolerohen mendimet ndryshe. Këto qëndrime sollën në reagim të fortë nga Edi Rama, i cili paralajmëroi përjashtimin e saj nga partia. Analistët vlerësojnë se, edhe pse kritikat mund të kenë element personal, ato prekin çështje të rëndësishme si raportive së partisë dhe shtetit, si dhe mungesa e demokracisë së brendshme. Ervisi Ljazaj thekson se këto janë ndër rastet e rralla kur një figurë e lartë socialiste kritikon hapur drejtimin e partisë, ndërsa Lutfi Dervishi nënvizon se problemi kryesor mbetet liria për të kundërshtuar pa pasoja. Në të njëjtën kohë, në Partinë Demokratike, Ervin Saljani po sfidon lidershipin e Sali Berishës, duke nxjerrë në pah probleme të ngjashme. Sipas analistëve, të dy rastet tregojnë për një model të personalizuar drejtimi, ku partitë funksionojnë më shumë rreth individit sesa strukturave demokratike, duke dobësuar funksionimin e demokracisë në vend.